Andaj Murat Hofmani, për shembull, si një diplomat i njohur gjerman, i cili ka jetuar në botën islame dhe që është interesante se një shqiptar u konservoi për islamin e tij. Unë lexova shumë frikë edhe më befasoi këndshëm, kur ka shkuar në Beograd si diplomat, është takuar me një njerëz atje në rrugë, punëtor i krahut, mes verës, në pikë ditës. Temperaturat e larta punon. Edhe mes tjerave gjatë muhabetit, ky është edhe agjërueshëm. Të si të agjeron pikë zhegit në këtë vend ku pak ka muslimanin, të po se janë muslimanin, kanë frikë Zotit. E bot këta kemi Murat Hofmani me këtë shqiptarin musliman që punon në Beograd në atë kohë, shkak i reflektimit. Edhe fillon e pastaj të analizoj këtë situatën e adhurimit, e besimit, e bindjes. Edhe pastaj normalisht konvertohet në musliman dhe shkon librin e tij Islami si alternativ. Është përgjigje e kësaj. Ata s'kanë resurse për me ofru diçka të re. Dhe mbetet Islami alternativë e vazhdueshme për të gjithë, domethënë kontinentet dhe për gjithë civilizimet. Dhe domethënë numri enorm i madh i të konvertuarve në Islam për sketë të gjithë kësaj lufte propagandistike, mediatike që bëhet kundër Islamit është argument për këtë. Për këtë dëshmi që ka shkruar autori domethënë para 40 viteve. Edhe kjo është një farë largpamësie që jep Islami domethënë njeriu. Ka shkruar në vitin 1960, është thotë për librat e fundit që i ka shkruajt, para pas 50 viteve veç fillon të manifestohet në forma konkrete. Mas 11 shtatorit 2001-s, domethënë propaganda anti-islame është e vazhdueshme në mënyrë të përditshme dhe në mënyrë shumë fisht. Mirë po kjo asnjë ditë nuk e ka nalë përqindjen e të konvertuarve në Islam. Kjo është interesant si fakt. Se zakonisht fushatat dalin rezultate. Një fushat për një vepër, i inkurajojnë tjetër me u marrë me atë vepër. Fushatat kundër një veprës e paksojnë numrin që mirën me atë vepër. Këtë rast, propaganda anti-islame nuk ka arritur që të pakson përqindjen e të konvertuar Islam, përkundazi ka shkuar në rritje. Andaj vetëm në Amerikë, pas 11 shtatorit, deri para vitit 2012 apo 2013, 5 milion amerikanë janë bërë musliman. Që, më falë, mund me gabuar shifrat, tash më doli për mendjes statistika e saktë, mirë po se kam lexuar pak më herët. Mirë po një përgjigje shumë e madhe. Kupton? Që tregon se njerëzit kanë nevojë për këtë alternativë. Edhe numri për shembull prej 4500 deri 6000 gjerman që çdo vit konverton, e konfirmuar prej medias gjermane. Tregon se është një shifër shumë e madhe. 365 vitit, 6000 gjerman domethënë bëhen musliman, është një shifër shumë e madhe.